Qyteti i Vlorës ka qenë ndalesa e radhës e inspektimeve në Bregdet e Ministres së Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro dhe atij të brendshëm Ervin Hoxha. Ata janë ndalur në Lungomare ku së bashku me kryetarin e bashkisë Ermal Dredha pan modelin e një plazhi publik të ndërtuar nga bashkia. Kumbaro shpreh se vija e parë do të jetë gjithmonë e dedikuar për publikun edhe në hapësirat e menaxhuara, ndërsa bizneseve u kërkoi respektimin e distancës publike nga vija e detit. Gjithë Lungomare, pavarësisht parcelave të cilat janë të dhëna në menaxhim për hotelet që janë përballë, praktikisht ka një hapësirë të mjaftueshme, jo thjesht tek pjesa e parcelës menaxhuar, por gjithë pjesa tjetër unë shikoj që njerëzit në mënyrë të lirë janë të stacionuar çadrat si ti duan. Ajo që është e rëndësishme dhe dua prapë ta theksoj sa herë ti të mundur, nëse dikush do ta vendosi çadrën përpara, aty janë respektuar edhe distancat nga buza e detit, është i lirë ta bëj. Në Lungomare praktikisht s'kemi pasur ankesa për tilla gjëra. Të gjithë ata të cilët marrin një stacion plazhi në një plazh ranor kanë detyrimin të lënë distancën deri ke vija e Bregdetit 7.5 deri 8 metra. Në funksion dhe në shërbim të kujdo tjetër që jo vetëm mund të shëtisi, por mund të vendosi peshqirin dhe tjetër. Nëse do të ketë shërbimin tuaj, mund të marrë shërbimin tuaj. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha nga ana e tij është shprehur se në bazë të planit të masave të hartuar nga policia e shtetit, punonësit e policisë do të jenë në terren në shërbime 12 orare edhe për çështje të ndotjes së mjedisit. Çështjet e sigurisë janë çështje të cilat drejtoria e policisë vendore në bashkëpunim me strukturat e tyre të agjencisë mjedisit janë duke koordinuar gjitha veprimet. Shërbimet e tyre do janë 12 orare, janë të përcaktuar sipas planit të masave që ka hartuar policia. Do të jenë në dispozicion po dhe për çështjet e ndotjes së mjedisit, për çështjet e zhurmave, për lehtësimin e qarkullimit rrugor, për krimet të ndryshme mjedisore siç kemi biseduar bashkë, të cilat do trajtohen në një kohë dhe në një veprim të menjëhershëm. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha ka bërë me dije se bashkia po përfundon ndërtimin e një modeli të plazhit publik si ai i Lungomares edhe në plazhin e vjetër të Vlorës. Shikoj kemi vënë një rampë, është edhe me kërkesë, është edhe detyrimi ynë në fakt për aksesimin e personave me aftësi të kufizuar. Plazh publik i bashkisë, si kemi parashikuar dhe çadra për pushuesit këtu, është akses i lirë, nuk diskutohet. Pa shezlong, dushjet i kemi instaluar vetë. Kjo edhe për ndihmuar gjithë pushuesit, është kërkesë e tyre dhe ne kemi detyrim që t'ja vendosim, edhe kemi bërë. Një plazh të tillë të mobiluar, po themi nga bashkia, do të ndërtohet edhe tek plazhi tjetër ku kemi një sipërfaqe shumë më të madhe dhe frekuentim shumë të madh. Deri në fund të kësaj jave, në bashkëpunim me një kompani, ne kemi informuar edhe publikun të ketë një plazh të ngjashëm me çadra, ndoshta edhe shezlong atje. Falas. Në fund të inspektimit është zhvilluar dhe një takim me përfaqësues të operatorëve të pastrimit në Bregdetin e Vlorës për masat e marra lidhur me pastërtinë në plazhet publike, ku sipas rregullores së re, hapësirat të tilla do të jenë më të mëdha këtë vit.